Dhe ja ku jemi bashkë të dashur mes të emisionit Familja Jon, unë në hyrje të emisionit i spjegova dhe i prezentova të gjithë të ftuarit tanë, të gjitha temat të cilat do t'i trajtojmë, materiale të shumta nga tereni, të ftuar të ndryshëm në studio, ku do të flasim temat të ndryshme me specifika të veçanta në mënyrë që t'i përgjigjemi secilës prej pyetjeve dhe shqetësimeve që ju na keni dërguar në emisionin Familja Jon nga të ftuarit tanë. E thash që në pjesën e parë të emisionit do të flasim për temën më aktuale. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, të gjithë ju që po agjëroni agjërim të lehtë dhe të pranuar, pikërisht sot në këto minuta para iftarit, sa kanë mbetur edhe 2 orë, ne do të flasim për agjërimin, për Ramazanin, për kuptimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, e për shumë pyetje pa fund që na keni dërguar në emailin tonë dhe në portalin Familja Jon, do të munduemi disa për juve t'ju përgjigjemi së bashku me Hoxh Fadil Musliu, imam në xhamin Matini, i cili tashmë është në studio me neve. Mirë se erdhe Hoxh, faleminderit shumë për kohën. Mirë se gjeta, faleminderit ju për ftesën. Shumë kënaqësi me të pas në studio. Fillimisht urime muaj i shenjtë i Ramazanit, shpresoj që të jetë një muaj i mbar, i mirë, i lehtë dhe i pranuar. Urime dhe juve, stafit tuaj dhe të gjithë besimtarë musliman anë kënd vendit dhe në diaspor, kudo që janë, urime dhe me fat ju qoftë muaj i bekuar, muaj i mirësie begative të shumta muaj Ramazan. Është një muaj ku pozitiviteti, energjia e mirë, dashuria mbizotrojnë, e dallojmë edhe në vendin e punës nga ekipa, nga njerëz të cilët agjërojnë, edhe pikërisht është ky sensibilizimi dhe mesazhi kryesor i këtij muaji. Po sigurisht aroma Ramazanit ndjehet edhe para se të vijë Ramazani. Lerëm tash kur jemi në të, sepse është muaj i veçantë, nga 12 muaj që i ka kriju Allahu prej kur ka kriju qiejtë dhe tokën, një e ka bë më të veçantë. E ky është muaj i bekuar, muaj Ramazan, dhe njeriu në jetën e kësaj bote ka qëllime të shumta, por ka edhe një qëllim final, e që është të rregulloj raportet me krijuesin para se të rregulloj raportet me krijesat. Dhe ka një qëllim që të arrijë kënaqësinë e Zotit edhe të arrijë xhenetin, parajsën të cilën e synon çdo njeri prej nesh. Dhe muaji në të cilin jemi i shërben shumë këtij qëllimit final që kemi ne besimtarët musliman, dhe ndjehemi më të relaksuar, ndjehemi më rahat, ndjehemi më të qetë në këtë muaj të bekuar, dhe shumë kush e shtron pyetjen si ka mundësi kështu me ndryshu njeriu vetvetiu. E ka përkatit një farforme terrenin, Allahu i madhruar, sepse tash dyrët e xhenetit janë të hapura, dyrët e xhehenemit janë të mbyllura, djajt shejtanët e rebeluar janë të prangosur, dhe një melek thret o bamirës, tash e ke kohën për me bo mirë, do më thonë është sezona e bamirësisë, dhe një melek thret o keqbërës, atyre që bëjnë keq që ndalë prej të këqijave, sepse nuk është koha e përshtatshme tash, dhe veprimet, ndikimet e jashtme shpirtërore që janë nga djajt shejtanët e mallkuar nuk janë prezente, dhe secili prej nesh tash në këtë muaj e tregojmë fytyrën tonë të vërtet. Tash nuk kam me thonë jam ndikuar prej jashtë, apo kam cytje, apo kam ngacmime, apo kam peshpëritje, apo diçka të ngjashme. Nëse dikush tash ka urrejtje ndaj të tjerëve, ka inate, ka xhelozi, do të thotë është prej vetes së tij, nuk është prej faktorit të jashtëm. Po. Në ndërkohë, besimi në Zot dhe praktikimi i fesë janë shumë shpesh tek njerëzit pak më larg. Disa persona besojnë shumë në Zot, edhe i largohen veprave të këqija duke u thirrur në besimin në Zot, por që praktikimin, faljen, agjërimin i kanë më të mangëta ose më të rralla. A ndikon agjërimi tek këta persona që të jenë një hap para me afër Zotit dhe të ndërtojnë karakterin e besimin e tyre pastaj? Besimi në Zot është një prej faktorëve kryesor të suksesit të njeriu në jetën e kësaj bote. Njeriu me besim ka mbështetje të fortë në të gjitha proceset, në të gjitha fazat e zhvillimit, e ndjen atë forcën, e ndjen atë fuqinë e jashtme që e ka prej Zotit, dhe ndjen atë motivin jo vetëm për jetën, po dhe motivin për atë çfarë synon në rrafshin individual apo në rrafshin profesional. Kështu që njeriu me besim çdo gjë e përballon më lehtë. Dhe populli ynë fatbarësisht
i është kthyer me të madhe besimit në Zot. Dhe dëshmia më e mirë është edhe tash në muajin e bekuar të Ramazanit, kur ne po na vjen me shëtit para kohës së iftarit, edhe pse koha e iftarit është koha kur njerëzit kthehen prej punave, e shoh në kryeqytet se si po zbrazet, edhe në lagjën në ku jetoj atje ka rruga B, atje gjithë ka të llovi. Në të gjitha hyrjet e daljet e asaj rruge, megjithatë në kohën e muajit bekuar të Ramazanit, në kohën e iftarit, sikur të gjithë mbyllen nëpër shtëpitë e tyre apo nëpër restorane, nëpër lokale, edhe e ndjejnë kanë atë ngrohtësinë e sofrës apo trezës së iftarit. Që do të thotë, populli ynë përgjithësi me besu beson. Edhe mbas statistikave të fundit e kemi pasë se pjesa dërmuese janë deklaruar se janë besimtar musliman, një pjesë tjetër janë edhe të besimeve tjera. Por ata që s'besojnë nuk e di, është 1%, ako e di, nësa janë shumë pak, dhe do të thotë pas një periudhë të errët që kemi kaluar dikon për afër 50 viteve, prej pas luftës së dytë botërore, deri në vitin 1990, ku gjithçka është fol kundër islamit, kundër muslimanëve, kundër besimin në Zotin. Njerëzit që kanë besuar në Zotin i kanë quajtur njerëz, domethënë të prapambetur, njerëz primitiv, njerëz të pangritur intelektualisht e kështu me radhë. Në vitin 1990 raj sistemi komunist, sistemi monist dhe që me thonë u hapen dyrët e besimit dhe manifestimit të fesë publikisht, sepse besimi ka qenë. Edhe për para dhe ajo është gjë shpirtënore, as kush mund ta ndati me beson Zotin, por të është ndaluar me fal namazin, të është ndaluar me agjërue. Dhe prej bijve dhe bijeve të këtij populli dhe vendi ke pas të tillë që ka detyruar fëmijën 10 vjeçar apo 15 vjeçar me prish Ramazanin. Ti je aty për me dhonë mësim, ti nuk je me shiku kush pa agjëron e kush s'pa agjëron, kush pa falet e kush s'pa falet. Ajo çështje shumë individuale apo shumë personale është. Dhe tash ka dash Zoti që në farë forme secili po e gjen veten. Na nuk kemi edhe kundër atyne që mendojnë ndryshe. Po të paktën ata të mos na pengojnë neve në fen ton apo në praktikimin e fesë, edhe të largohen nga paragjykimet. Të largohen nga paragjykimet se njeriu nëse e praktikon fen, nuk do të thotë se ty njerëzit të kanë pagu për mu fal apo për me agjerue. Ti agjeron tash e udhëheq emisionin të njëjtën pagë e kije. Po, absolutisht. Absolutisht nuk dikon ajo, absolutisht. As që intereson do shtë ati në punëdhënësit tënë se çka po bën ti apo agjeron apo falesh ajo. Kështu që nuk do të më qenë i kompleksuar. Do të më qenë rahat, do të më qenë komod me identitetin tënë. Edhe ato kombëtar, edhe ato fetar. Sikur dikush e ke poshtë i kompleksuar çka na shqiptar që kemi mbetë të izoluar e kështu, të kisha qenë kështu ashtu. Jo, kjo është kundërshtimi për zgjedhjes së Zotit. Se për me qenë na qështu që jemi, nuk e kemi përzgjedh na, as ngjyrën, as gjatësinë, e as trashësinë, as ato, po i ka përzgjedh dikush tjetër. Kështu që besoj që vitet që vinë do t'jenë edhe më të mira se sa këto që po i lëm pas. Po me që jeni imam i një xhami edhe mund ta bëni diferencën e viteve të pas luftës, për shembull, a është rrit numri të rinjve që vinë në xhami, numri i personave që agjerojnë? A dallohet kjo? Unë kur po shoh këto zhvillimet, nuk po më imagjinoj çfarë ndryshimi pozitiv ka në këtë popull dhe në këtë vend. Sepse unë e kujtoj në fillim të viteve 90 kam startuar imam. Dhe besom në atë kohë të rritë në xhami kanë qenë maksimumin është 9 ose 10. Edhe une kur hypshëm aty në ditën e xumës në khutbe, ai veni ku mojmë atë ligjëratën e javës, atë mesazhin e javës, u mundojsha me u fokusu me u përqëndu të këta pak djemë që ishin të rinë në xhami. Që me trashëgur. Po, se me jafru pak edhe me ndjata atë ngrotësinë aty brenda xhamisë. Edhe thësha Zoti na ndihmo, po e mendojsha gjithë që neve kam nënashkue një periudhë shumë e gjatë derisa të rritë edhe të reja t'i kthehen besimit, t'i kthehen shtëpive të Zotit. Mirë po, ka njëherë ato prognozimet nuk dalin, edhe është mirë që nuk dalin, me një shpejtësi shumë të madhe ka ndryshuar gjendja. Edhe po e them sinqerisht, se po i dëgjoj ka njëherë edhe në për debate, po i dëgjoj edhe disa që po shkruajnë në rrjetet sociale, se fen e kanë zgjedhur si ngushëllim ata të pasuksesshmit, ata të paaftit, fen e kanë zgjedhur si ngushëllim njerëzit naiv e ku ta dione. Sinqerisht mbrëmë shikojsha në xhami aty profesora universitare. Se nuk lejotash me përdor emrat e tyne, se i ka me emra mbi emra. Besom Zotin, mjek të lemive të ndryshme, arkitekt, inxhinier, sportista, bile mos të përmeni, po një i rëndësishëm që ishte edhe në kombëtarën e Kosovës,
edhe të tjerë, edhe njerëz të biznesit, studenta, po edhe fëmi nga mosha 7, që vinë bashkë me prindë, edhe vinë me prindë, disa dhe pa prindë, lëvizin, luajnë, e ndjejnë atë atmosferën e Ramazanit. Andaj, nuk është e vërtet që në fenë e kemë veç si ngushëllim, ose e kemë prej zorit, ose që në kamet barë edhe s'po kemë kamet shu. Jo, kjo është shpirtnore e ndjenja, sepse ma let nuk ka. Kur njëri nuk e do në diqka deklarohet edhe e len, sepse fenti nuk mund është me imponu as kujt. Jo, o e ndjen ose ndjen. Me thonë dikuj ti besa me zërë, se ki këtë dënim prej gjykatës, ose ki këtë dënim prej këtina, apo për atina jaja. Jo, shumë e vërtet. Allah i madhrua thët, kush do prej jush le të besoj, e kush do prej jush le të mohoj. Ta na jemi të lirë këto. Por mos t'i përzije me njën e qetrit. Mirë po, ai që mohon, apo ai që nuk do me praktiku të pakten do me qenë të kulturumbe. Me respektu. Jetojmë në Evropë, jetojmë në një kontinent ku demokracia është këgja shumë e avancuar apo e zhvilluar. Që do të thotë, duhet me respektue edhe mendimin tjetër, edhe fejnë tjetër, edhe sjelljen tjetër. Çdo qëndrim. Po, sepse na jemi njerëz dhe nuk mundemi me qenë uniform, me thonë, kaj që shto do të mundu. E vërtet. Ty ki një pami tjetër, një veshje tjetër, unë e kam një pami tjetër, këta kam hermanat një pami tjetër, ata në regjini pami tjetër, se kjo është përzgjedhja e Zotit. Në Europë më pëlqen një gjallë që ata që e praktikojnë, tamam si dohet fenë islame, edhe më praktikuesit në Evropë janë ata të konvertuarit. Se ta e marrin tamam. E marrin seriozisht prej zerës. Tamam e marrin prej zerës, edhe çdo gjë që e marrin, lexojnë, e kuptojnë, e praktikojnë. Një sikur na ne kena marrë komplet, tash hezitojnë, bëlla namazin her pas herë, një herë njavë, bëlla Ramazanin disa ditë, haxhin pleshni, ku ta diune. Jo, të rritë në për Evropë, po tash edhe këtu tek ne, kanë filluar çka ato që mësojnë, ato që e lexojnë me qitë në praktik, sepse besimin askujt nuk mundet me ja kontestu se është çështje e zemrës. Ama besimi nuk është vetëm në zemër, po do të mu deklaru edhe me gjuhë. Me tregu që i besimtare, beson Zotin një, që është i vetmi meritor për ta besuar, edhe çka e dëshmon praktik. Si e dëshmon besimin praktik? Duke ju përullur Zotit namaz, duke agjerue, duke dhon zekatin, duke dhon sadakan, duke krye haxhin, duke respektu prindrit, duke respektu të vjetrit, duke mshiru të vegjlit, duke qenë humanitar, duke qenë solidar, duke qenë i dobishëm për familjen, për rrethin edhe për krejt shoqërinë ku ti jeton. Me një fjalë popullore, njëri që ta shohin hajrin të gjithë. Ky është besimi jonë, që ne e promovojmë. E tash se dikon e pengon është diçka tjetër, mirë po, ne lutem edhe për të tjerët. Po, që do të thënë, ne lutem edhe për ata. O Zot, udhëzoj në rrugën tonë të drejtë, të paktën njeriu në jetën e kësaj bote duhet me pas një parim, me qenë bamirës, aq sa ka mundësi. Po nëse këtë nuk mundet me bot të paktën, mos tjetë keqbërës. Shpesh edhe mundesh me shkaktu bamirësinë duke i tregu tjerëve ku me bë mirë, dhe kjo është një vepër tjetër e mirë, sepse kemi aq shumë raste sociale ku nëse i tregojmë dikujt që ka mundësi, shko se çatje ka nevojë për ty, edhe kjo është një ndër iniciativat që ti ja mundson dikujt me bë një sevap. Po kthena te pjesa e brendshme e agjerimit, sepse aq shumë pyetje na kanë shkruar shikues ton, sepse secili don me ditë për veten e vet. Ka na do të mundohemi bashkë hoxh me identifiku disa prej përgjigjeve, po nisemi prej njënës ma shpeshta që vjen, janë fëmijët, ata të cilët po e quaj si një ndryshim pozitiv në praktikimin e agjerimit, edhe që ka shumë fëmijë që po agjerojnë. A është një moshë e caktuar që fëmijët duhet fillojnë agjerimin, na si prindra duhet me vendos kur mi leju, ose a e përballon organizmi një fëmijës agjerimin, çfarë moshe është? Po, se përket adhurimeve, ibadeteve, ato e kanë një fazë caktuar kur duhet të fillohen. Po. Dhe ajo faza kur obligohet besimtari musliman, unë çdo herë po flas për besimtarët musliman. Se unë po i shoh ka pak komentet, po i shoh reagimet e njerëzve pas deklaratave të hoxhallarëve, leni bre ku po na çoni kështu, na për besimtarët po flasim. Po. Drejtoni aty. Kërkoj falje jo besimtarëve. Po mos të kanë s'ka nevojë me kohës me komentu. Po, jo, s'ke nevojë me shikuve. Se tash po mirë televizion, ke pa aty me 100 kanale. E shef hoxhën, veç ndroje kanalin, s'ka farë problemi.
Ose ngoje se mund me ndru mendim. Jo, me pyet mua, çdo hoqë që del, mos e ndra kanalin, se ki me përfitua. Shumë e vërtet. Minimumi ki mund ndiku pozitivisht, nëse do gjë me vëmendje. E sa i përket adhurimeve, mosha e caktuar është faza e pubertetit. Fëmijët nuk e kanë obligim agjerimin deri kur të hynë në pubertet. Prej këtu e tutje e kanë obligim, jo vetëm agjerimin, po edhe namazin, me pas me dhanë edhe dhanjen, edhe shumë e shumë adhurimet e tjera. Mirë po tash fëmijët që s'kanë hyrë pubertet, e kanë obligativ agjerimin, jo se kanë, e kanë fakultativ, vullnetar. Nëse e bojnë, shpërblehen. Nëse kanë shpërblime, që i themi në gjuhën popullore, kanë sevape. Se thewab është shpërblime, në gjuhën letrare. Kanë shpërblime dhe ata që i nxisin i motivojnë për punë të mira. Edhe kanë mëkate gjënoh ata që i pengojnë. Sepse nuk njeh historia dikon as në vendin tonë, as jashtë vendit tonë që të ketë vdek një fëmijë 10 apo 11 apo 12 apo 13 vjeçar pse ka gjëruar. Absolutisht, përkundrazi i ki ma të hareshëm, i ki ma të disponuma me vullnet e presin iftarin, e presin namazin e taravive, dalin xhami, krijohet një shoqëri e re, krijohet një komunikim tjetër, një ndjenjë shpirtërore që nuk e kanë për 11 muaj të tjerë. Andaj, unë e los prindrit që të mos i pengojnë fëmijët e tyre, t'i lanë të lirë. Dhe sa të munden ata. Se i fëmija, për shembull, ka që fillojnë edhe 7-8 vjeçar, ndoshta nuk mundet të nditen, po le ta xherën deri në mesditë, kur fa problemi nuk është. Se të pakten ai obligim nuk e ka. Ndërsa obligimet fillojnë pra me moshën e pubertetit, edhe prej aty duhet m'ia treguar rregullave, duhet m'ia treguar rregullat fëmijëve, zakonisht prindët duhet me qenë jo vetëm raportet prindërore, prind-fëmijë, prind, po edhe si mi pas raportet shoqërore, po si shok me fëmijën, edhe me i tregu këto, edhe ata por jo me janë ndalu, nëse ata janë gatshëm me agjëru, mund të agjërojnë. Përkundrazi, do të me i motivu, do të me i stimulu, do të me i nxit për punë të mira. Po, edhe kjo se më la përshtypje shumë kjo pjesa që spjegove për ma të veçlit, unë kam djalin e vogël 8 vjeç, edhe unë i thash që ti mundesh me agjëru deri në sa mundesh, edhe ai vendosi me agjëru deri në 12. Domethënë nuk kam gabu diçka që se nuk pat kohë. Allahu i rujt ata, po veç që ky interesimi kaq herët për agjërimin, për fen, i bën ata njerëz të pjekun. Se edhe ne kemi provu fëmijë me agjërue, edhe e numëron veten dyqysh pak më të rritur kur hyn në mesin e aty burra apo grave që agjërojnë në familje, apo e njën veten shumë më rahat kur ulesh atje në sofrën e iftarit në atë pjesën qendrore, e me met atje anash se këta që s'agjërojnë që ti atje. Jo, edhe ata që s'agjërojnë do të më afru aty. Po, për me ndje. Edhe iftari dhe si fyri. Kështu që shumë mirë i ke thonë djalit, agjëraje aq sa mundesh, deri në 12, deri në 11, deri në 13, kur fa probleme. Sa do që mundet ai. Edhe ashtu kështu ka plot fëmijë, që ndoshta ton ditën nuk janë që han. Ndoshta diçka ndonjë sendviç ose diçka pak ndonjë lang, diçka se s'han shembull. Kështu që mos u shqetësoni për ato, sepse nuk bien nën peshë askush gjatë agjërimit. Absolutisht. E vërtet shumë. Një tjetër pyetje që na vjen shumë shpesh është agjërimi i zonjave, grave, vajzave, të cilat mund të jenë gjatë muajit Ramazanit me cikël. Shpesh e agjërojnë duke mos dashur me humb asnjë ditë, por nëse nuk gaboj, nuk është e pranuar agjërimi në atë fazë. As nuk është i pranuar e as nuk është i lejuar. As i lejuar? Nuk është i lejuar fare. Është gabim me agjërue femrat që janë me ciklin menstrual. Është gabim me agjërue, gjatë ciklit menstrual lirohen prej të gjitha adhurimeve. Po flas për këto adhurime që janë obligative, ndërsa janë të lira femrat me ciklin menstrual në adhurimet fakultative, me përmend Zotin, me lut Zotin, lutë Zotin, kur farë problemi nuk është. Me bo dhikr, do me thonë, elhamdulillah, të falenderoj, o Allah, subhanallah, i lartësuar, pa të meta je, o Allah, Allahu është më i madh, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Të gjitha këto dhe të ngjajshme me këto janë të lejuara. Ndërsa agjërimi apo namazi nuk janë të lejuara edhe nuk është mirë me praktiku.
Dhe kjo dallon shumë përveç që nuk janë të obliguara dhe nuk janë të lejuara, le ta kenë të qartë. Do të me pas parasysh nuk bën kurfar punë të mirë, bën për kontra. Vetëm rënunt, me një fjalë. Vetëm rënunt edhe bën gabim, sepse nuk duhet me kundërshtu caktimin e Zotit. Sepse cikli nuk e sjell njeriu vetë. Zoti ka sjell edhe din që do të mu pastru mitra, edhe din Zoti pse e sjell ata, kështu që përzgjedhja e Zotit është më mirë se përzgjedhja jonë. Sepse na mendojmë që na ja duam vetes të mirën, ose ja duam fëmijëve shumë të mirën, ose prind ose dikujt. Krejt këto janë caktuara në një masë. Atë mirën absolute, të pakufishme ta dën vetë Zoti. Për ata edhe na për fëmijët kujdesemi, po dikur na kap kotja, dikur na kap gjumi. Kush po kujdeset për shëndetin e tyre, për frymarrjen e tyre, për zemra e ka të rrahurat mirë, për qarkullimin e gjakut, për thithjen e oksigjenit, për lirimin e dioksid karbonit. Kush po kujdeset? Po kujdeset Zoti, se për neve na ka zonë gjumi, ose për furnizimin e tyre, ose për shëndetin e tyre. Të obliguara nuk janë edhe gratë shtatzana të agjerojnë, por a janë të lejuara? Po, të kur jemi tek gratë shtatzana edhe gjithënse, është një dispozit tjetër. Ato që janë shtatzana apo gjithënse, fillojnë me agjerua. Në momentin që shfaqen komplikime, shqetësime, apo që rregullime, çdo nanë që është shtatzana e dikton veten e vet, në atë moment e ndërpret, hanë edhe pin, edhe është ma mirë për te. Edhe ajo që është gjithonse, në momentin që sheh vështërsi, se fëmija nuk po ka gjitë mjaftueshëm, e ndërpren gjithonjen. Sepse Ramazani nuk është me ta vështërsu të jetën si nan shtatzan, ose si nan gjithonse. Absolutisht. Allahu thot në surën El-Bekare, në citatet, në ajetet që flasin për agjerimin, femen shahide minkum ash-shahra falyasum. Kush do që arrin këtë muaj, dhe plotëson kushtet për me agjeruar, le ta agjeroj atë. Çka dëshiron Allahu me këtë agjerim? Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allahu me këtë agjerim që ju po e bëni, dëshiron për juve lehtësi e nuk dëshiron vështirësi. Në momentin që ti ke vështirësi, gjatë kohës kur je shtatzan, e ndërpret edhe ki sevap më shumë e ndërprej. Po vallane po muj me agjeruar, edhe plot na kemi familjet tona, gratë tona, nanat tona, motrat tona, që kanë agjeruar ndoshta edhe në shtatzanin e avancuar, ka muj ndoshta i 6 apo 7. Po se kanë pas probleme. Se kanë pas problem. Të tjerat shembull, ndoshta janë me shëndet më keq, kanë ndonjë çrregullim hormonal. Ku ta dione, ndoshta edhe në muajin e parë apo të dytë nuk mund agjeron, rregull është. Vetëm një gjë do të më pas parasysh. Këto nanat shtatzana dhe gjithonse nuk ju thuhet se ki obligim me agjerua. Se kjo është një keq interpretim. Duhet me i thonë ti je e liruar përkohësisht. Çfarë do të thotë kjo? Ti derisa ta krysh shtatzanin, edhe pastrimin e lehonis, ti je e lirë. U pastropi e lehonis, nuk kemi i dhënë fëmijë gjithë, se disa nuk i ushqejnë, ose nuk ka gjitë mjaftueshëm, ku ta diune, atëherë përgatitesh për me agjerua, ose e pret në sezonën e dimrit kur është ma lehtë. Edhe nanat që janë gjithonse, nuk bën me thonë që ju nuk e keni obligim. Obligim e keni, po liroheni përkohësisht derisa ta kryeni gjithonjen. Kur ta kryeni gjithonjen, edhe mastikohet, forcohet fizikisht, atëherë fillon me i kompensu ditët e mbetura, një nga një. Sa të kanë mbetur, do të me i mbajt men. Në Ramazanin 2025 më kanë vetë për shembull 15 ditë. Në rregull, momentin e parë që ti mundesh edhe je e fort fizikisht, fillon agjerimin. Po, se po shkojmë kështu prej fëmijëve, grave, do të shkojmë tutje pastaj për gjithë, po mbes edhe pak tek pjesa e grave. Gratë të cilat për arsye të tilla që i përmendë penalizohen disa ditë mungesë të agjerimit dhe dëshirojnë të zëvendësojnë. Çka për ato të cilët agjerojnë çdo vetë, po këto ditë nuk i kanë zëvendësuar? Nuk i kanë kompenzuar. Nuk i kanë kompenzuar, po. Është gabim. Është gabim tash nëse i kalon të vitit 2024. Po. Po flas për ato gratë besimtare muslimane, ose të kesh kuptojnë këto tjerat. Po duhet shpeshherë me potencu se dikush thotë ky po na kallzon neve kur më agjeru. Unë po kallzoj besimtarve, ose po flas për jo besimtarë. Unë po kallzoj atyre që janë të lidhur me këto adhurime, jo me ato që janë. Ata vazhdojnë jetën e tyre, ne vazhdojnë jetën tonë. Edhe duhet me na kuptuar se ky popull i dën këto shpjegime, i ka dashur edhe përpara, por nuk na ka dhënë mundësia para synit kamerës. I kemi dëgjuar në xhamia më përpara ose prej gjysheve. Ka dikon rreth 600 vite apo më shumë xhamia që shpjegojnë këto gjëra.
Mirë po, në xhami, po e zëm, t'ju shpjegon aty të xhuman, ditën e premte, xhamia jonë konsiderohet prej xhamive të mëdha, janë konsideruar 2000, ndoshta edhe pak më shumë, i akomodon. E ti ja shpjegon 2000, a mo tash para synit kamerës, to me 10 ramira, apo 100 ramira mund me marrë përgjigjen, edhe e marrin gratis. Se na në studiet që vim këto, që unë përshof komentet e njerëz që po flasin, normal këta shkojnë se i paguajnë. Vallai kur as naftin s'ta paguajnë as kush. Edhe s'kem nevojë, shqyr që kemi gjendjen mirë ekonomike, edhe jemi në kryeqytet, po edhe këta të tjerë që vinë për qyteteve tjera nuk e kanë këtë problem. E bëni për obligim të qytetarëve, besimtarëve. Mas pari për hatër të Zotit, edhe dyta me krye misionin fisnik të cilën ne e kemi për obligim. Mundësinë me kry. Gratë të cilat nuk i kanë kompenzuar ditët aty vetëm. Gratë të cilat nuk i kanë kompenzuar ditët e Ramazanit 2024. Tash ka ardhur 2025. Mas Ramazan 2025 do të më i kompenzua ato po e zom 5 ditë ose 10 ose sa kanë bet të vitit 2024, pastaj 2025. Vje keq, po nuk është llogaritje mirë kjo me mendu që tash ato kanë kaluar, ne mos merrna me to. Nëse ti ke qenë besimtare, muslimane, obligohesh edhe ato me i kompenzu. Valla, nëse s'kom qenë, po e kom pranuar Islamin 2025. Çka me bo me Ramazanit? Kur gjë, krejt në rregull është. Çka me bo me namazin? Krejt në rregull është. Çdo gjë para Islamit që nuk është praktikuar, ajo mbyllet dosja. Prej kur fillon ti, e ki dosjen e re, sikur sot me lind prej dite kur thua la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Që mos t'i dëshprojmë tash edhe vajzat e reja që kanë agjëru vetëm pjesën sa kanë mujt, nashta 20 ditë, 25. A ju numërohen çato ditë që i kanë agjëru nëse si kanë kompenzu këto ditë e munguara? Po, patjetër, ajo është, domethënë, e sigurt që çdo njeri që agjëron, kryen një adhurim për hatër të Zotit, nuk e bën sa përsye faqe, ajo pranohet. Edhe bile me dyshu apo me mendue ndrysh është një lloj kati. Sikur disa të reja thrasin, po hoxhën e luta Zotin me bashku me këtë djalën nuk mu realizue. Unë i them tu ka realizu kërkesa, po jo hoxh jena nda, jo ka qenë mirë për ty. Se Zoti e ka ditë që ajo është njëri jo i duhuri për ty. Avanturera, ku e diunë që ka qenë ai. Edhe Zoti e ka ditë që ti nuk e meriton çat burr. Nuk është ai për ty. Nuk është i duhuri, edhe s'ta ka mundsue. Për ata nuk duhet patjetër me mendu se çfarë do që ti lutesh, do të më të realizu ti qysh dëshira. Ti lutë Zotit, o Zot, a e bën më të mirën. Unë po aplikoj me u punsu në kanal 10. Nëse është mirë për mua, për profesionin tim, për misionin tim, për familjen time, për jetën time, për botën e përtejme, mund sama. Nëse nuk o mirë, largom. Nëse të largom për i këtu të Channel Jazeera, në CNN, dikun tjetër. Po, kismeti për i ki. Po, edhe jap kontribut edhe ma shumë ati. Po, shumë e qartë kja. Po, du me dalë të një kategori, të cilet nashta, jo me të pyt, po nashta ma shumë ju drejtu me një mesazh se ka persona që gjenë pretekste arsyetime të ndryshme, e kisha agjëru, po orarin e punës e kam përpërshtatshëm, e kisha agjëru, po pa ujë e kam shumë zërë, arsye të tilla. Qysh i kishe motivu qëta njerës që janë të gatshëm me provu edhe me janis praktikimin e muajit të shajtë Ramazanit agjërimin, po i kanë disa pengesa që ata i shohin si pengesa. Këto janë shumë pengesa të lehta, apo të përballueshme, apo të kalueshme. Mu nuk më lejohet ashtu me... Po me i motivu të pak të... Nuk më lejohet me i këthy në gjëna private, po na kemi njerëz, fatkeqësisht narkoman. Fatkeqësisht. Edhe ai ndihet keq, amo e agjëron. Është do me thonë i varur pe drogës. Fatkeqësisht. Edhe shumë prej tyre, sinqerisht po them, janë to e lam. Edhe po thojnë, jam trajtu këtu e ato, po derisa kom vendos për Zotin, e kom pas shumë vështirë. Tash po më lehtësohen gjanat. Kemi pas alkooliqar kronik. Do me thonë, ai natën ditën shishen këtu e ka pas. Edhe ka mujt me lanë edhe pa agjëron. Kemi njerëz që i ka pi deri në 15 asifar espresso të vogla. 15 ajo. Shumë. I varën. E në Ramazan kur pi pyeti, që pe ndjej. Pse? Se këtu nuk do të me shikua forcën fizike, po forcën shpirtërore. Natën e parë, kur je zunë se fyll, ti e vendos i thu, o Zot, unë do të agjëroj këtë Ramazan. Edhe ma konkretisht ditën e nesërme. Edhe këto po e bëj për ty, nuk e ki pa tjetër me thonë me gjuhë, me zemër. Kimi po ndryshimet, sepse po shifet njerëzit
që të mosin, që e thithin dohanin, që pin dohanin, ka 3 pako i pen, për pëstash, heq hosh mens të mbjerë, po qype vllati, masi s'po mundesh, masi po mundesh tash me lanë, pse s'po mundesh jashtë Ramazanit? Ja hosh, si djenë Bajrami, e ka një qasje tjetër. Se është ndihme e Zotit, është ndihme shpirtnore që Zotit a lehtëson. Jam në rartë punës, pa dhe në hoxhallarët jemi në rartë punës, se për neve këtë menon që na jem badi havgji. Edhe thonë një hoxhallarët, veç po rreni, s'punani kurgjo, pa tash nuk do të me marrën e lepatën edhe kazmen me dala të xhamia me gropusës, së është ajo puna ime atë. Shumë e qartë. Edhe unë jam të punue, edhe ti je të punue, edhe sa kuptova para emision, ti agjerueshëm. Apo të pengon tash ti me bokit historien, ose këto intervistat, që do të thotë Ramazani nuk ka për badi havgjit. Po bile Ramazani, po njerëzit punëtor, njerëz të suksesshëm. Kështu që unë i këshilloj ata kudo që janë, e le ta marrin iftarin me veti. Iftari nuk është darka. Iftari janë ato hurmet, një shishe ujë apo një shishe lëng diçka langje, edhe në orët punës, po e zonë sonte është 17 e sa, është 50, ako e diun e sa. Si të dëgjosh e zonin, ose nëse s'dëgjohet e zonit, tash i kem telefonat e mençur. Si të bëhet 17:50, bismillah, në orët punës morë edhe pilot me qen, sinqerisht po, pilot me qen, po morë ti piloton atje, bismillah, eshtin e merr ujin edhe vazhdon. Edhe konsumimi i hurmave çdo herë, po sidomos në Ramazan, shumë e baraspeshon, domethënë, organizmin e brendshëm. Sepse ka ato kalorit e mjaftueshme dhe ato proteinet e mjaftueshme që gati thuj se nëse ti konsumon disa hurma, sikur një lloj shujtë është. Kështu që ju preferoj vëllezër dhe motrave që janë për orare të punës kohën e iftarit, të marrin hurmat me veti, të marrin ujë apo një lang, edhe kur far problemi, se vetë e praktikoj ato. Kur do me thonë jam këto afër xhamis, shkoj në xhami, thirrët e zani, zakonisht 3 hurma, një gjysmë shishe ujë, fali akshamin, bojmë do, këthena ga dalë shpi, se jam 1 kilometër për i xhamis, normal me makinë, edhe shkojnë shtëpi, ka dalë, hanë, edhe vazhdojnë, edhe këtë është në rregull. Po du me unë alë të një kategori që unë hala ju më rritë si kom kuptu në fakt, agjerojnë, me njetin e Zotin e agjerojnë, po i ka faj këtë dynjaja, gjatë ditës e agjerimit, janë nervoz, janë jo korrekt në punë, janë jo korrekt në sjellje, kanë kokëdhëmbje. Nuk është agjerim i dëshiruar kë. Kjo agjerim le shumë për të dëshiruar. As nuk është qëllimi i agjerimit ty me të çrregullua. Përkundrazi, qëllimi i agjerimit është ty me të edukue. Ty me të kalit. Ty me të bëma të pjekon, ma të matur, ma të suksesshëm, ma të sjellshëm. Agjerimi, sinqerisht po them, nëse ndalemi veç për ushqimit edhe pijeve, kjo është puna më e lehtë. Agjerimi ka synim që ty me të ngrit në shkallë lartë të devotshmërisë, me të ndalë edhe prej fjalëve të kota, prej fjalëve të ndyta, prej nënçmimeve ndaj njerëzve, prej përgojimeve, prej thashethëmeve, prej shpifjes, agjerimi të ndalë prej xhelozisë, prej inatit, prej urrëties. Edhe nëse njeriu nuk agjeron kështu, nuk e ka arrit atë shkallën e lartë të devotshmërisë. Se Ramazani nuk ka për me na lënë pa hangër e pa pi, po me na bu ma të mirë, ma të devotshëm, ma të suksesshëm, me na bu me ndryshu, se nuk ka kjo veç përsëritje në numra, ka lejnë një muaj vitin e kalum, tash edhe njëjta gjallë, edhe të njëjtat punë rutinore. Jo, çdo herë do të me ndryshue. Dhe nëse njeriu në Ramazan nuk ndryshon për mirë, le ta dinë se është tunajt pa hangër pa pi, po nuk është ndiku, absolutisht. Dhe ky zatën e bën agjerimi për hatër të kolegëve, ose për hatër të familjes, ose është traditë shekullore tek ne me agjerua, babe gjëshës të gjëshë kanë agjerua. Jo. Për atë se kësha bëhe, që tash e kësha pi një gotuj. Me pasën kjo vesh për tradit, po e bëj për adhurim. Edhe na e bojnë për Zotin. Këta që e bojnë për hatër të Zotit, këta nuk kanë kësi shqetësimesh. Këta që e bojnë ju ka me si tradit, ose hajtë se kajtë pa agjerojnë, po vje kesh ashtë të veshën mu dalu në shtëpi, këta kanë problem. Këta kanë problem edhe thojnë më ka zonë agjerimi. Jo si ka zonë agjerimi, sa i kur zonë agjerimi të bënë matë mirë. Po heq po mduke speshjojnë agjerimin edhe tani po silën keq. Sepse i dërguri Allahut, Muhamedi, alayhi salatu wassalam, ka thonë, ai cili nuk i len fjalët e këqija, dhe punët me ato fjalët e këqija, Allahun nuk ka nevojë që ai ta lën ushqimin edhe pijet. Pra ai që rën, ai që mashtron,
ai që të përgojon, ai që bën shpifje, ai që të etiketon, ai që i nënshmon njerëzit, ai që i njëron njerëzit me fjalët e tij, me sjelljet e tij, ai po rrin pa hangër pa pi, po se ka arrit as që ka shijuar në zemrën e tij në asë në shpirtin e tij agjërimin. Kështu që unë i këshilloj këta vëllezër dhe motra që janë kështu njerëz me teke apo njerëz me inate apo me çështje, le ta marrin veten me të mirë, edhe të kthehen tek Zoti, edhe të kërkojnë falje tek Zoti, sepse çdo gabim që bën raport me Zotin, Zoti ta fal, nëse ti pendosh. Ama nëse ai neve na ka rëndue, ose na ka etiketue, ose na ka bënë ai shpifje tash, çfarë kamera këtu? E bën një shpifje në publik, në botë merr vesh, tash deli pa fajshëm, po kur po deli pa fajshëm, pastaj spekat efektin mo. Ja, s'është njëjtë. Jo, se unë i kumpar raste shembull, për shembull 2014 u baj arrestimi, do me thonë, i frikshëm i disa hoxhallarëve. Një javë, 2-3, një muj ma shumë të unë vëldos që dolen pa fajshëm. Amo nuk e pat atë, që me thonë, reagimin. Peshen e njëjtë reagimit, as në media, as kërku nuk e pat që e pat arrestimi tyre. U pat bodo më thonë një farë, që me thonë, një farë lajmi shumë i madhë e u përhapa ndaj kënej, ku ta dione. Kështu që edhe dikush që bën dëm në autoritetin, në nderin, familjen e tjetrit, mos mendon që Zoti ka mja falë. Ke prek nderin tim, familjen time, në autoritetin tim, në jetën time, one do të me ta falë. Jo Zoti, se ti s'ke bo gabim me Zoti, po ke bo gabim me mua. Kështu që këta vëllezër dhe motra, që i kanë këto vese, apo që i kanë këto teke, apo që i kanë këto sjellje, tash na jemi në një shkollë. Jemi duke u trajnu për një muj ditë. Në psikologji, kur kemi qenë shkollë, në fakultet e mësej shumë, që njeriu për me largu, apo për me çrënjos një ves apo një të keqe, i duan dikun 21 ditë deri 23 ditë. Na jemi parafërsisht 30 ditë. Edhe tash do të me largu dal nga dal. Sepse kur agjerojmë, do të me agjeru edhe goja, do të me agjeru edhe syni. Ja agjeru shumë me shikua të në rrjetet sociale harame, apo në televizion, apo do të me agjeru edhe veshi, do të me agjeru edhe dora, do të me agjeru edhe kamba, se fjala agjerim, nëse e përkthejmë, është abstenim apo largim prej diçkafit. Në aspektin gjosor kështu është. Do me thonë, gjosisht agjerimi është me abstenu apo me u largu prej diçkafit. Edhe na do të me abstenu apo me u largu prej çdo të keqe që kemi. Dhe nëse këto e kemi bë, tash e ka efektin ky agjerimi që rrina pa hangër edhe pa. Tani është tamam që duhet dhe i pranuar. A është e vërtet hoxh për ata të cilët për arsye të ndryshme shëndetësore nuk mund të agjerojnë, por japin iftare? A është peshë njëjtë? Jo, nuk është peshë njëjtë. Jo, se prej të liruarve përkohësisht janë edhe ata të cilët janë të smur. Dhe smundja i ka lodh, i ka raskapit. Ose kanë medikamente shumë dhe nuk mund t'i menaxhojnë. Po, kanë me i përdor 3 herë apo 4 herë në vitet, edhe e kanë pas ndoshta që të virusin, se keni far virusi para Ramazanit. Shumë i rëndë, po. Edhe ka zot të dikush deri 1 muaj, 3 javë. Deri 2 muaj ka zot. Po, ndoshta Allah që ka zot. Të tillë apo të ngjajshmit me ta, që kanë smundje të rënda, ose kanë dhuna zot naj sulm në zemër. A ku e diun çfarë sulmesh? Në Ramazan ata lirohen përkohësisht. Deri kur t'ju kthehet shëndeti, edhe të kalohet ajo kriza. Në momentin që e kalon krizën, këtë do të me i kompensu ditët. Pra të smurët që smundja tyne nuk është e vazhdueshme, nuk është smundje kronike, lirohen përkohësisht. E ata që janë me smundje kronike? E ata që janë me smundje kronike, lirohen tërësisht. E ata që janë me smundje kronike, ata e bojnë shpagimin e agjerimit duke dhënë ushqim për nevojtarët. Edhe shumë kush po na pyet, ndoshta edhe ju kanë pyet, e sa është ajo, do me thonë shuma. Po, për një iftar. Po, marrë dhe mirë me pagu është sa të e kje shujtën familje. Që ki ti, do me thonë, budget. Që ki e gjendjen ekonomike. Se diko shemull, një shujt në shtëpi e ka në vlerë 20-30 euro. Dikush nështë e ka 3 euro. Ajta që e ka 20-30 euro, e ep shujtën 20-30 euro. Ajta që e ka 10 euro, 10 euro, këtë që e ka 5 euro, 5 euro. Dhe Bashkia Islame në Republikën e Kosovës i ka nda në 3 kategori. Ata që në gjendje matron ekonomike, 3 euro, këta që në gjendje mesatare 5 euro, këta që ka në gjendje në mirë 10 euro. Po edhe matutje nuk ka gjotë keqe, për kundrazi. Ku shjep ma shumë edhe ma mirë është. Dhe këta pra
të shtyrët në mosh, që mosha aty në është e shtyra, ata nuk bohen, ma mirë vitin e arshëm. Po ata përkundrazin do shtë edhe ma keq bohen, këta lirohen tërsisht, po e bojnë shpagimin, ushqim ditor për çdo ditë. Edhe ata që kanë smundje kronike, lirohen tërsisht, po e bojnë shpagimin. E këta është disa po thojnë, po une po punoj punë të rana, une jemi smute pe shpaguj. Jo, ti ki me agjëru djali mirë, ose vajze mirë. Mas Ramazanit, ti ki me agjëru me emën Zotit, krejt ato ditë që të kam betë. E valla po duhen me dhonë iftar. Edhe one valla shtash me javqit një iftar juve, bëllë se vapë, kam bëllë shpërblime kam. Po e zonë stafi ju i ka 10 vetë. Edhe ne paguj këtu iftarin për 10 vetë. E di çka është e mira. Unë e kam shpërblimin tim, edhe shpërblimin e 10 për juve, duke mos u munguar asgjë juve në shpërblimin tuaj. Se nëse dikush ta qet në iftar edhe ta merr se vapin shpërblimin, atëherë s'ka kurrë efekti. Jo, ti e ke shpërblimin tën, po edhe unë e kam shpërblimin e juaj duke mos ju mungu juve asgjë në shpërblimin tuaj. Një traditë e viteve të fundit që është shumë e shprehur është iftar po jashtë shtëpisë. Restorane, oferta të shumta, a është i njëjti, po e tham se vap, si me thirr dikan iftar në shtëpi, me shtru sofrën në shtëpi, si me çu dikan me pagu iftarin në restoran. Pak unë kënë gushtu, po jo se tanaj po i ndohen gratë. Jo se tani gratë ma zërë të shpia. Po i themi në shpi, po thonë qëfar shpivër që në restoran dikon. Nëse mu së më thetë ashtë të gruja, alhamdulillah, po dikujt i thetë ndështë ta. Unë jam iftareve tradicional. Në shpi. Pa. Edhe mua, kur është dënë me më dërue, ti më nesh me më quë edhe, s'po për mene jam së tani po i bot marketing, reklam, po dijet cilë t'janë matë mirë, dhe me thonë restorante këtu në Kosovë, e ti më nesh me më thonë, kemi 2 opcione. Restoranti me 7 yje në Kosovë, nëse ka, se s'ka, po të im 5 yje, edhe shtëpia, unë e përzjedhin shtëpi. Amon shtëpi duke mos bon ngarkes shumë për gruan. Sigur dikush dënë mi që në shtëpi 50 vetë. Ku pe isha në vëlla? Mas parin as pe kemi kushtet për asë. Amo për 3 vetë, 4 vetë, mu më ka ndodhë vitin e kalum, fila në restorani, kur kom shkune, pak para iftarit, 3-4 vetë. Ku jënë tirtë? Më të më du që jenë vanuj, jo, vëlla, që ta. Më ka ponë qere që do me thonë kom dërshu, po te vëlla për 3-4 vetë që apona qenë 10 km për të qytetit. Pra, ma mirë është në për shtëpia nëse e në mundësit. Mirë, por nuk i ki mundësit. Nuk i ki mundësit. Ose ki shumë familjar, dhe ti je i zënd. I person që i zënd. Në këtë rast, kam për qëllim hoxhalart. Në hoxhalart nuk mundemi shda natë. Natën e parë, vllavi madhë. Natën e dytë, vllavi dytë. Natën e tretë, natën e katërt. 15 ditë, tanaj misht. Tanaj bazanesht. Tanaj ata, ku ta dione, ty që ke vlla Ramazanit, du të mi përgjigje dhe ftesave të besimtarve. Në këto raste, lejohet. Në këto raste. Ose dikush ka punëtor shumë. Unë e di kompani, këto në kryqytet, që naftojnë neve 150 punëtor. Aja është, normal që shpesën është 150. Pastaj efekti po është aty, pse infrastruktura e rregullume, hoxha po ngrihen kam, për ma një ligjerat të shkur, 10-15 minuta, për jep dhe informacione, po bëhet ndë një pyetje, po falet namazi e akşamit, edhe po shpërndarën, këto është në regull. Ama ka 2 persona, burri për qëtë gruan, për jepin e iftar, fila ven, gruja për qëtë burrin, ose motën, ose vllain. Këthe një shtëpive, vallaj, unë e kur nuk e harroj atë dashnin që kum pas kur vike Ramazani. Jo që kum dit, po vike hoxha, vishin agjallarët, vishin kusheret, vishin ata plesht e katunit, edhe di që bëjke një atmosferin. Na fëmijat e dera që tjetë. Sofran toku, po. Sofran toku, ka qenë. Po flasë për vitet e 80-ta, kur unë e moj men Ramazanin, amo, knatësie madhe. Knatësie madhe. Mirë po tash, qatë knatësi po mundohemi me shiju në restorante. Sinqerisht, a pe shijojmë? Jo. Bile, por të pak të na është a njëhet se vokë këftar? Po. Nuk mundem një më po njëhet u bo, e ka bo pagese në ushqimin e ke iftarin e ke hangër, ushqimin, po e ke shiju krejt. Mirë po, unë jam iftari asaj që t'i kthejmë traditës sonë, sa të kemi mundësi. Edhe i këshilloj, sidomos të rritë, po edhe burrat, në përgjësi, t'ken kujdes në për iftaret e tyne. Qysh agjerën të nditën, edhe agjerimit jep hakun komplet. Janë dalë për ushqimit, për i pije, për i fjallet, të këqia, për i krejtve janë dalë, edhe shkon atje një iftar, kur shkësh aty 50 vet, 100 vet, 200 vet, vanohet iftari, as nuk fillon me kosit dohet. E dyta, nuk i ku e falë namazi. Ka pas viteve të kaluar me raste, kur kemi shkue, në falë shpreje, toaleti ka qenë që atje, krejt aty lagd, falë me që aty dikon se që ne i ka ro kibla. Edhe u falëshin njerëzit në këpuca, të lovi, te ta servojshin ushqimin, se ndashta shërbimi pak i ngadalshëm.
ty të vike koha për me shku me fa namazin e jacis. Kështu, mas ngarkoni vetën kështu me këto iftare. Vesh nëse je naj figur publike për shemull, sikur këta politikanë që pa tjetër do të me qenë aty, ose miftia jo në ndërrua që do të me qenë disa vene, s'ka qare. Atëherë është diçka tjetër, amo masa e thjesht, rrëne marrëne për shtëpia, thirrni njëri tjetrin, shkoni te njëri tjetrin, ju që s'keni me ligjeru, ju e keni let, që ju kur të vini në xhami, nuk që me thonë nuk varet xhamati prej jush. Ju shkoni edhe gjeni një vend. Na kem pak ma ftirë xhallah, se na po do të një iftare, mo kthye me shkuat në xhami 20 minuta, disa edhe më herët dalin, edhe i këshillojnë apo ligjerojnë për Ramazanin edhe tema të ndryshme. I kemi minutat i kemi kalu, po një kam dhe një 2-3 pyetje në më shumë shkurt me u përgjigj. Cilat janë 2 lutjet që duhet të themi në iftar dhe në syfër? Nëse ki për qëllim atë lutjen e iftarit, pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur është tul në sofër, edhe ka thirrë ezani, është bërë koha iftarit, e ka marrë hulme me dorën e djathtë, edhe ka thonë bismillah, me emrin e Allahut, edhe e ka hangër një hulme, pastaj ka pi ujë, edhe ka thonë dhahaba dhamau wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Kaloi etja, u lagën venat, edhe u arrit shpërblimi inshallah, nëse Allahu dënë. Kjo, mirë po, unë mendoj që ndoshta ti e ki qëllimin pak para iftarit. Pak para iftarit, 2-3 minuta më herët që ulemi. Eksakt. Ajo koha më e mirë për lutje është para iftarit. Para iftarit. E tash, a ka lutje caktuar edhe veç kjo edhe pik jo? Ka lutje të ndryshme. Kështu që ti bën një kombinim të lutjeve. Prej lutjeve gjithë përfshirëse, që në popullin tonë, besoj që thuj se krejt e din, është me thonë, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Çfarë do të thotë? O Zoti ynë, na jep të mirat e tua në jetën e kësaj bote. Dhe të mirat e tua në ahiret, në botën e amshuar, dhe na mbroj nga zjarri i xhenemit. Kjo na jep të mirat e kësaj bote. Këtu nuk është qëllimi një të mirë apo dy. Ai që është student, të mirat është me qenë i suksesshëm studime. Ai që është i pamartum, me dhënë Zoti një burr të devotshëm ose një grua të devotshëm. Ai që është pa fëmijë, me dhënë Zoti fëmijë. Ai që është pa pasuri, me dhënë Zoti pasuri halal. Ai që është i papunësuar, me dhënë Zoti punësim. Ai që është i smur, me dhënë Zoti shërim. Rabbana atina fid dunya hasana, në dunja hasana të mira me na dhon, i përfshin të gjitha të mirat e mundshme. Tjetër një më e veçantë është me thonë Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës i madh, e don falen me falë. Bile kjo preferohet gjatë gjithë Ramazanit. E në veçanti në pjesën e fundit, në 10 e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Edhe pjesa e syfirit është shumë e veçantë, sepse disa po thonë, unë nuk qona hiç, e vazhdoj. Jo, duhet me uzgjue, sepse i dërguari i Allahut Muhammed alayhi salatu wasalam ka thonë, praktikoni syfirin, sepse është ushqim i begatshëm. Të paktën një gotë ujë, 2-3 hurma, ose diçka, ku e diun çka kia aty në shtëpi, të paktën ato praktikone sepse ka begati, ka bereqet. E çka me u lut, që e pjesa e fundit e syfirit është shumë specifike, shumë e veçantë, sepse shumica e njerëzve flejnë, shumica e njerëzve kanë harruar Zotin, ndërsa ti ngrihesh edhe çka e lut Zotin. E tash çka, më shumë ti me lut për me na fal Zoti. Na falë Zoti. Edhe se cili kemi lutjet e veçanta. Nëse unë s'kam fëmijë, unë kam u lut për martesë, unë jam i martuar po s'kam fëmijë, kam u lut për çka? Për fëmijët e mi. Nëse dikush i ka fëmijë problematik, ose runa Zoti ka të smur, me u lut për shërimin edhe udhëzimin e tyre. Nëse dikush i ka prind të vdekur, me u lut për prindët e vdekur, sepse njerëzit po pyesin çka do të më bëj për prindët, çka do të më investo. Investimi më kapital që mund ta bëjnë të gjallët për të vdekurit e tyre, ose fëmijët për prindët e tyre është me bë dua, me bë lutje. Kjo i kalon gjitha. Më e mira që mund të bëjnë të gjallët për të vdekurit është lutja, doja. E pastaj është sadakaja, me dhonë lëmosh. E mush gepekun me ushqim, me pije, u shpërndan fukarave, jetimve që ka këgja shumë popullin tonë, edhe ti s'ka nevojë tash me thirr kanal 10 që ne dhajtë inqizëm se ke bon namën 100-200 euro që bëj që në ushqim atje. Se po pak edhe në tradit jo e mirë që kë reklamimi i skajshëm po mendoj. Nashta dikush do të më reklamua. Nashta bre motivuan pak e shet dikush qohet edhe dikush tjetër. Janë ato shoqata, sigur shoqata Bereqeti, ose ka diçka të gjajshme kështu, ama individualisht pse
pse shemull me bo kaq marketing edhe me i kesh përdor edhe ftyrat e aty në nevojtarve. Kështu që po do ndikush me kontribuar për të vdekurit e tij, le të bën lutje sa më shumë. O Allah fali prindërit e mi, o Allah mëshiroj me mëshirën tënde të pakufishme, ashtu siç më mëshiruan dhe më edukuan mua kur unë isha i vogël. Ashtu që shu kujdeson ata për mua kur isha i vogël, o Allah kujdeso ti për ta, sepse tash ata nuk kanë askënd që ja zgjat dorën e ndihmës. Këto dhe lutje të ngjashme me i praktikue në iftar edhe në syfër, por jo vetëm, edhe jashtë kësaj kohe, edhe jashtë Ramazanit, sepse nuk e dina do të shihemi më, por Ramazani nuk e ka qëllimin me na bë adhurues sezonal, por adhurues të vazhdueshëm, sepse Zoti i Ramazanit, Allahu, është edhe jashtë Ramazanit. Absolutisht. Po për besimtarët unë besoj që këta e din, sepse e bajnë me shpirt dhe jo për ata që the tradicionale. E kam veç edhe një pyetje të fundit, e di që edhe mu më ka ndodhur kur kam qenë fëmijë, ka ndodhur edhe djalit tim pikërisht në këtë Ramazan, kur habitesh e prish pahiri. Çka duhet me bë për me vazhdu agjërimin pa e lanë në gjysmë atë ditë? Ajo fillimisht nuk konsiderohet prishje. Krejt në rregull është. Bile i dërguari Allahut Muhamedi alayhis salam se feja është e detajizuar. Këtu të na nuk ka mjegull diçka. Që më thon s'pi kuptoj ose runa zot me ran njëri konfuz me vetveten, mos më kuptu senet. S'ka konfuzitet tu. Tu krejt janë të sqaruara të qartë. Njeriu mundet me hangër, edhe me pi. Duke pi i bien mend që është agjërueshëm, e ndërprin. Çaq. E pastron gojen. Çka ka ndodhur? Muhamedi alayhis salam ka thonë e ka ushqy Zoti ti. Ka ushqy Zoti, edhe fëmijët shpesh herë ushqy Zoti. E han një moll apo gjysmë apo një banana diçka i bien mend. Nanat e mençur i thonë rregull është bija ime ose djali im. Disa jo të mençur. Po ç'a bane çyshe kështu e kompleksa fëmijën. Po lemëre, leja i fëmijë është. Edhe ashtu kështu ndoshta s'është, që me thonë në fazën e pjekurisë se ka obligim, kështu që edhe ju që punoni në kuzhinë, ose edhe na ka pak në kuzhinë, tash do të mos sill, po me ndihmu ka pak familjarëve, çka të kena mundësi kuptohet, ka mundësi që njeriu edhe gabon edhe e shijon gjellën, a prishet? Jo, s'prishet hiç. Nuk prishet vetëm me vazhdon. Bile nëse e din që po ja huq shpesh herë, që disa i lën gjellat gjithmonë pa melmesa, pa krip. Edhe ja huq shpesh, e din veten, e ka qit problem. Mundet me provu me gjumë, a është tamam, a nuk është tamam. Ama jo me përbi. Jo me përbi. Këta ma kam mësuar edhe mu gjyshja. E di që ka me përbi nuk ban. E kemi te kalu çdo kohët minutazhes, po i mes bash grave që ma kanë bërë një pyetje edhe im ka të minuar me bë ajo, po hajt shumë shkurt. A e kem se vop më shumë na se gatuim, fshime, i bëjmë iftaret për krejt e burrat veç agjërojnë? Sigurisht që po. Sigurisht që po. Gratë e kanë shpërblimin e shumë fish, sidomos ato që punojnë edhe punë jashtë shtëpisë, plus kur kthehen në shtëpi, prap duhet me punuar. Unë i këshilloj këta çunat e ri që janë të sapo martuar, të ushtrohen pak edhe të marrin pak nga përvoja e grave, mos po them ata me nejnë në kuzhinë. Që në kuzhinë as gruaja, jo, në kuzhinë as gruaja nuk e ka në stovenin, as burri. Mirë, po çka ka të keq që djali i ri me ndihmu gruas shembull me përgatit, as më tepër kur ajo gruaja për përgatit ushqimin për prindët e për fëmijët e tij. Kështu që duhet me qenë bashkëudhëtar edhe në kuzhinë, deri dikon aq sa kemi mundësi. E tash valla disa burra veç punën e shtetit, punën jashtë, edhe kamën me kam. E gratë edhe jashtë, edhe brenda, edhe fëmia e kanë shpërblimin e njëjtë, se kanë njëjtë. I grava është shumë fesht. Veç që duhet me bë dorim, me llogarit shpërblimin tek Zoti. E do burrat mëshëm tanaj përveç shpërblimit që kanë nga Zoti, në fund ja shpërblen, po me marrë një zarf, shembull, me shtimi 500 aty dhe në fund Ramazan, po po, me adhëm një dhërat. Ama edhe një këshill grave, me që kanë kaq se vot madh, paktën edhe mos ta humbin me... Që kjo është problemi i grave që e bojnë shumë, po edhe e përmendin shumë. E humbin shumë. Mbrëmi pata 10 familjar të burrit, e së di pata kolegët e burrit, u myta të boj iftare, u myta të bos... mos. E zbehin, mos e bën ashtu, u mbyta jo. Bën e për hatër Zotit dije që Zoti qysh e gëzon të dikon me iftar, ty Zoti ka me gëzuar me diçka. Sepse sipas veprës është edhe shpërblimi. E gëzove një njeri në Ramazan, jashtë Ramazanit, Zoti ka me të gëzuar ty. Ja shlyte borxhin dikujt, Zoti ka me të shlyj borxhet tua që i ke në raport me Zotin. E mërzit e dikon, e idhnove dikon, dije që kime u mërzit edhe kemi u dhënuar. Po.
Unë kesh shumë nderune me të pas në studiu edhe ka dhe shumë pyetje tjera që do t'i kishim nda bashkë, por kohën e kemi shumë të limituar. Unë të falenderoj shumë që ke gjithë kohë me qenë me neve. Ishte edhe për mu kënaqësi që t'jemi bashkë edhe të bashkëbisedojmë, edhe as më tepër kur emisioni juaj është para iftarit, kur ndoshta shumë vëllezër dhe motra na ndjekin. Kjo është më e pakta që kemi mujt me bë sot. Ju falenderit për ftesën, edhe një herë juve, stafit tuaj, edhe punëdhënësve tuaj edhe besimtarve kudo që janë urime muaj bekuar Ramazanit dhe ju këshilloj që ta shfrytëzoni maksimalisht sepse në këtë garë që kemi hy nuk ka humbës, në fund të gjithë janë fitues dhe fitore arrihet në natën e fundit kur Zoti i shikon robërit e tij i kënaqur me ta, i kënaq ata dhe thotë vazhdoni jetën jeni të falur. Kështu që le të mundohemi ta bëjmë këtë Ramazan sikur të jetë Ramazani i fundit, sepse nuk dihet ka të ngjarë që dikush vitin tjetër në Ramazan nuk është. Mirë që kanë thonë edhe të moshuarit në kofsha në nofsha, deksha bashkë mos metsha. është thonje vjetër e gjysheve tona, po kur se dim sa e kem jetën, kështu që... Thonje mirë. Faleminderit shumë edhe një herë, Hoxh. Të dashur miq, kemi qenë kështu bashkë me Hoxh Fadil Musliu, imam në xhamin Matin. Ka shumë përgjigje, ka shumë mesazhe, ka shumë këshilla, ka shumë përfituam nga këshillat dhe gjitha ato që ka mësuam prej Hoxhës. Në ndërkohë, prej kësaj teme po dalim në shëndet, e dini që familja jonë trajton temat nga më të ndryshme, së bashku do të shkojmë dhe të trajtojmë një problem shumë të madh që ndodh tek fëmijët, por edhe tek të rritur. Dallimi është që dikur trajtohej vetëm tek fëmijët, tash trajtohet edhe tek të rritur. Është fjala për nofullën e ngushtë.